Gjithandaj hapësirës në pallatin e drejtësisë të Shtunën ishte krejt mjegull, por prokuroria speciale ka prova të qarta bazuar në cilat kërkoi 30 ditë paraburgim ndaj 7 të pandehurve, në ndyshimin se duke keq përdorur detyrën zyrtare përfituan jashtëligjshëm përmes shpronësimeve të tokave, duke dëmtuar buxhetin e shtetit në vlerë prej miliona eurove nga fillimi i vitit 2023 e deri në ditën kur u arrestuan. Në kërkesën për caktimin e masës së sigurisë cilën e ka siguruar ATV, prokuroria ka identifikuar rrjetin cilin e quan të mirë organizuar, pjesë e cilit janë ish-ministri Fadil Ismaili, avokatja Mirlinda Ballata Dibrani, gjyqtari Jovica Mitrović, Bedri Dibrani dhe Naim Kryeziu, përfaqësues të avokaturës shtetërore, Shaban Tërbunja, ekspert gjyqësor dhe Goran Llazić, zyrtari i ATK-s. Sipas prokurorisë, skema e korrupsionit fillonte me avokatën Mirlinda Ballata Dibrani, e cila kishte parashtruar ankesë në emër të ish-ministrit Ismaili për kompensim të shpronësimit të tokës. Kjo kërkesë nuk ishte kundërshtuar nga palët tjera përkundër skadimit të afateve dhe kompensimit të kryer kohë më parë. Gjyqtari Jovica Mitrović dhe përfaqësuesit e avokaturës shtetërore përfshirë Naim Krasniqin, sipas pretendimeve të prokurorisë, nuk kanë kundërshtuar këto ankesa dhe kanë lejuar përfundimin e propozim ankesave me ujdi gjyqësore, duke legalizuar pagesat përfituesve në mënyrë të parregullt. Kështu u evidentua dhe ekzekutimi i parave nga thesari i shtetit dhe ndarja e tyre mes të pandehurve. Me datën 09/12/2025, thesari i shtetit në llogarinë të pandehurës Mirlinda, Bilata Dibrani ekzekutoi pagesën prej 220.000 euro, nga e cila shuma e njëjtë përmes 2 transfereve ia transferon të pandehurit Fadil Ismaili shumën prej 210.000 euro, i cili më pas mjetet e tërhequra i dorëzonte i pandehuri Bedri Dibrani, ku ky i fundit pastaj i shpërndan në shuma Sivian, 4.000 euro te Jovica Mitrović, 5.900 euro te Shaban Tërbunja, 9.500 euro te Goran Llazić, 9.000 euro te Naim Krasniqi dhe 7.000 euro te Ridvan Krasniqi. Disa prej tyre dhe u kapën në flagrancë. Goran Llazić dhe Bedri Dibrani janë kapur në flagrancë duke numëruar dhe ndarë parat, ndërsa dokumentet dhe bloqet e shënimeve të gjetura tek Llazić tregojnë planin e shpërndarjes dhe përfituesit e dyfisht, duke përfshirë përqindjet që i përkasin secilit të dyshuar në rrjet. Me këto veprime sipas prokurorisë në bashkëkryerje dhe në vazhdimsi kanë kryer veprat penale. Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, marrja dhe dhënia e rishfetit, ushtrimi i ndikimit si dhe deklarime të rreme.